Tani dëgjojeni këtë. Një nga kolosët e mëdhenj të webit, I quajtur Pavel Durov, ka lënë një mesazh alarmi. Një mesazh që të gjithë duhet ta njohin. Dhe unë po bëj timen. Unë po e shpërndaj dhe do dëshiroj që secili prej jush ta shpërndaj këtë informacion. Dëgjojeni me kujdes. Dëgjojeni sepse e thot një nga ekspertët më të mëdhenj në botë. Pavel Durov. Për ata që nuk e din, së pari njerë kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende bëjni like faqes dhe videos të shihemi sërish, kemi vëre që po thoj gjysma tuaja që shihni këto video nuk jeni lidhur me këtë faqe. Juve nuk ju kushton asgjë, për ne është një diferencë e madhe sepse na ndihmoni. Kështu që ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Pavel Durov është ai që krijoi Facebookun e Rusisë. Është ai që krijoi Telegramin, është ai që krijoi një rival të YouTube-it, pra që është Dailymotion. Dhe ka bërë, sepse ka punuar edhe për projekte të tjera, por këto janë projektet që ai ka bërë. Dhe duhet të dini që Pavel Durov e detyruan, Rusia e detyroi që ai ta shiste, sepse të shiste pra Facebookun që është VK-ja, Facebookun rus, sepse nuk dëshironte që ai të jepte informacionet shtetit. Dhe e dini se çfarë po ndodh tani, dëgjojeni se çfarë thot ai në alarmin e tij, pastaj le ta diskutojmë në fund. Po mbush thot 41 vjeç dhe kam ditëlindje thot pas pak, po unë nuk dua ta festoj, sepse festa nuk është fest, po është ditë zije, sepse ne thot gjenerata e re që bëri që të zhvillohet teknologjia me rrjete sociale, po na detyrojnë thot që ne të shesim thot të drejtat tuaja, privacy-n tuaj, fotografit tuaja, emrin tuaj, të dhënat tuaja, çdo gjë, telefonin, llogarin bankare, të dhënat gjenetike, të gjitha. Pra po na detyrojnë dhe unë po mundohem thot që të rrinë në këmbë, ende në këmbë, ndonse thot kam emigruar dhe tani si enda cak thot bredh në përbot, sepse vendi im thot më ka shpërngulur nga Rusia. Dhe unë thot nuk mund të kthehem prap thot në vendin tim, pikërisht për këtë, sepse unë nuk dua që t'ju jap informacionet. Dhe duhet të dini thot që të gjithë, në të gjitha rrjetet sociale japin informacionet tuaja. Dikush nga ju do thot, po mirë më çfarë ka ndodhur? Po pastaj çfarë është? Dëgjojeni me kujdes se çfarë alarmi ngre ky zotëria. Duhet të dini që gjithë bota digjitale po shkon drejt wallet, pra drejt digitalizimit të tërë digitalizimit. Dhe kjo do ta çojë njerëzimin që të shkruhet në një bazë të vetme, në një database ku aty do jetë regjia përfundimtare. Dhe nga ajo regji do të zhvillohet, e kemi thënë me 10 herë. E kisha thënë që para shumë kohësh, që në vitin 2010-2011, e kisha thënë në për emisione, kam thënë në për video me mira herë, mirë po, derisa e thot Nadir Mura, është një konspiracionist. Por kur e thon njerëz të tillë si ky zotëria, që është ai që e ka themeluar webin, atëre çdo gjë ndryshon. Pra vetë ky po thotë që do të ketë një regji në të ardhmen që do drejtohet nga një gisht i vetëm. Fjalë për fjalë nga një gisht i vetëm. Nuk e di se e kuptoni apo jo. Pra në të gjitha ato ku thuhet që njeriu nuk janë të gjitha teori konspirative që njerëzit drejtohen nga një lobby fuqishëm, më thoni atëre, në qoftë se kjo nuk është e vërtetë. Në qoftë se nuk është e vërtetë, atëre pse që të gjithë drejtohen aty? Pse të gjithë politikanët vazhdojnë që të drejtohen pikërisht ashtu siç është projektuar? Pse projekti është bërë nga një grup njerëzish dhe pse të gjithë ndjekin atë projekt? Ku është liria e njeriut, ku është liria e fjalës? Dikush nga ju tjetër do të thot, po mirë mo, ne I përdorim këto rrjete sociale, nuk janë të tuat, janë të atyre që e kanë bërë. Në fakt, Pavel Durov ka bëri Telegramin dhe po kërkojnë që ta detyrojnë që t'jap të dhënat atyre. Tani normal që ka edhe njerëz të këqinj që kërkojnë të bëjnë dëme dhe lidhen me këto si quhen network dhe kërkojnë që të shesin budallëqe apo të bëjnë shkëmbime. Dakord. Por ai thot, unë thot e kam thot kontrollin. Po thuaj thot 98% të kontrollit unë e kam. Por ndërkohë edhe të tjerët e kanë kontrollin 98%. Bile, dëgjojeni këtë, në disa rrjete sociale që nuk dua të bëj emra, në disa rrjete sociale bëjnë më keq se sa në Telegram. Sepse
duke qenë gjoja më i mbrojtur, ja fusin aty. Por kush e bën atëre, në qoftë se aty ka kontroll, kush e bën? Sepse dhe atje ka kontroll. Atëre e bëjnë në bashkëpunim. Sepse ashtu duhet, dhe në qoftë se është bërë një kontroll total i këtyre rrjeteve sociale dhe kërkojnë që rrjetet sociale të lidhen në një të vetme, duke u lidhur me një regjit vetme dhe duke ju drejtuar e gjitha nga një gisht i vetëm. Atëre, çfarë duhet të mendojmë ne këtu? Unë mendoj që kemi lindur në një botë që pretendohet të jetë e lirë dhe ne secili prej nesh duhet të jetë i lirë. Normal, e përsëris edhe njerë. Ka njerëz të këqinj, ajo është puna e shtetit, dakord. Por ne po flasim për njerëzit në përgjithësi. Pra, po thuj se në 65, ndoshta edhe 70% të popullatës që nuk lidhet fare me këtë botën e krimit, nuk lidhet fare me botën e qelbur. Dhe janë njerëz të thjeshtë që duan vetëm të kalojnë jetën e tyre në qetësi. Shiko, jemi e vetmja specie, kam thënë këtë po duhet ta përsëris edhe një herë, e vetmja specie në këtë planet që ne paguajmë për të jetuar në këtë planet. Paguajmë ujin, paguajmë dritat, paguajmë ajrin, paguajmë qiran e shtëpis, paguajmë shtëpinë edhe nëse e ke paguar. Paguajmë taksa pa fund. Nuk është se nuk duhet të pagojnë taksa, por atë që të marrin sot është shumë herë më shumë se sa ajo ti prodhon. Në qoftë se ti prodhon 100, ty të merret pothuajse 70% që mbeten pothuaj 20-25% ose ndoshta 30%. Dhe pyetja është, ku do ta çojnë njerëzimin? Pse duhet ta ndisin në këtë forum njerëzimin? Për çfarë arsye? Pavel Durov e përsëriti disa herë këtë, ku thotë që do të ketë një regji që do të lëviz me një gisht. Pra, një gisht i vetëm do lëviz çdo gjë. Dhe ne që kemi thënë, unë që kam thënë para 10 viteve, ose çfarë pa 10 vite, vitin 2010 e kam shkruar, kështu që 15 vjet më parë, tani dalin të vërteta dhe thuhet që me të vërtet ne do të çojmë njerëzimin drejt globalizimit të një regjie të vetme. Tani, ndoshta dikush nga ju do thotë, po mirë, ne çfarë do bëjmë? Nuk e di, unë doja t'ju informoja, sepse thënë nga Pavel Durov, deri dje e thoshja unë, dhe më dukeshin, se duke folur me shumë kujdes, më dukeshin, hajde, shpresojmë që mos ndodh, ose mos e mbase nuk ndodh. Por tani që e thot njëri i tillë, atëre çfarë mund të mendosh sot? Shikoni, unë them që për të kontrolluar njeriun, sepse ky është problemi kryesor për mendimin tim. Deri para pak vit, deri para luftës së dytë botërore, ose para luftës së parë botërore, nuk kishte kaq njerëz. Mendohet që mund të ishin maksimumi 1 miliard rreth 2 miliard njerëz. Të paktën 2 miliardë ca, të paktën kështu thuhet. Thuhet që ishin rreth 2 miliardë e gjysmë njerëz. Dhe nga dyndja e madhe e njerëzve filluan që të bëheshin luftrat që të pastronin një farë të madhe. Dhe thuhet që pastruan shumë. Dhe ka ta ndisën akoma më pak, por duke filluar nga viti 46-47, dolën disa ligje në disa shtete që i ushqenin, si mund të quhet, familjet me para mjaft që të bënin fëmijë, sepse kishin kuptuar që krau i punës ishte i rëndësishëm për ato shtete që të prodhonin. Sa më shumë të prodhonin, aq më shumë do este përpara shteti. Dhe Kina eci me hapa gjigant, edhe vendet e tjera, por vendet e vogla sa do shtoheshin. Nuk mund të bënin më shumë se 6 fëmijë, për shembull. Unë njoh për shembull edhe në Shqipëri që mundoheshin të bënin fëmijë sepse i pagonte shteti, edhe në Shqipëri pagonin, i pagonte komunizmi, mundoheshin që të bënin 3, 4, 5, 6 fëmijë, po nuk mundeshin më shumë. Nuk mundeshin deri në 6, maksimumi 7 fëmijë. Ki ishte rrallë që ishin nga 8, 9, 10 apo ndoshta 12 fëmijë, po ishte shumë rrallë. Dhe po thosha, e pastruan njerë, mirë dhe pastaj filluan prapë nga e para njerëzit. Tani duke sikur do pastrojnë edhe njerë deri në vitin 2030. E pastaj kush e di se çfarë do të ndodh. Dhe pyetja ime është, këta që qeverisin nuk mund të kontrollojnë dot nëpërmjet
disa ligjeve, por duhet të kontrollojnë njeriu duke vënë si në një burg, sepse në fund fare është kështu. Me një fjalë ti i ke vënë kushte pa fund njeriu, e bën që të pagoj taksa pa fund, dhe tani me një regji të vetme ti do bësh çfarë të do qefi, sepse ti thua që vetëm në këtë mënyrë mund të kontrollosh njerëzit. Atëre, kjo më bën të mendoj që Dexhalli është këtu dhe ka kohë që po përgatitet, sepse nëse do shkojmë drejt asaj rruge, është momenti. Pra ka ardhur në gjysmë rruga dhe tani do të jetë pjesa tjetër e rrugës. Megjithatë, pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë argument dhe ku do të na çojë kjo botë. Megjithatë, respekte për këtë Pavel Durov, sepse askush tjetër nga rrjetet sociale me aq sa më informuar unë nuk ka bërë një gjë të tillë. Pra nuk është bërë i denj për familjen, për fëmijët, për njerëzit e tij në radhë të parë dhe pastaj edhe për pjesën tjetër të botës. Dhe kanë bërë dhe filma për këtë, por dua ta mbyll me diçka që ka thënë Pavel Durov. Unë nuk dua t'i tradhtoj ata që më kanë dhënë bukën e gojës. Pra për njerëzit që janë userat që përdorin rrjetet sociale që ka krijuar ai. Unë nuk dua thot t'i tradhtoj. Edhe sikur thot të jap jetën, thot nuk kam problem. Një njeri i tillë meriton vetëm respekt. Kalofshi bukur.